أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زجاهو 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 سفيري كوبرت زجاهو 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 أدم برجت فالو 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 نمازي أجدريت فالو 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 مزمر شبيت فالو 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 نمازي أجدريت. Shkues të nderuar, asalamu alaikum wa rahmetullahu wa barakatuhu. Jemi pra në muajin e Ramazan, ndërsa jemi me emisionin Merfrim, ku sot për mysafir e kemi hoxhën e nderuar Enver Azizi, imam në fshatin e Mateqit të Kumanovës. Mirë se erdhe hoxhë nderuar. Mirë se gjeta. Jemi në muajin e Ramazanit, tema cilën ndeshëm me diskutu me juve është teravia, domethënë namazi i teravisë. Atëherë si pyetje e parë shon çfarë kuptimi ka fjala teravi? Fillimisht ju përshëndes juve edhe stafin e TV Klanit, të cilët më banë në këtë ftesë, në këtë muaj Ramazan. Pra ajo e cila e karakterizon Ramazanin është agjerimi, po është edhe namazi i teravive. Dyert e adhurimeve në muajin Ramazan janë të hapura. Mirë, po ka disa adhurime janë farz, disa janë sunet, disa janë adhurime ditës, disa janë të natës. Namazi i teravive bën pjesë në ato adhurimet të cilët zhvillohen natën. Apo mund t'i themi edhe si është edhe namazi i natës, nga se falet natën. E kur e ka kohën mësëtësia deri në sabah. Allahu për ato njerëz të cilët bojnë adhurim natën, falin namaz natë, qoftë teravi, qoftë dhe një namaz nafile, kur i ka lavdru besimtarët e mirë, apo cilësitë e robëve të tij të mirë, që ka thonë, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Robët e mirë të Allahut janë ata të cilët natën e tyre e kalojnë në sejdë edhe në qiyam. Qiyam do thotë kur je në kom, je duke u fal. Do thotë nuk e çojnë natën poshtë në për hajgare, dëfrime, më thave thash, po e çojnë vetëm se në adhurim. E tash teravia bën pjesë në këto adhurime të cilët janë adhurimet e natës. E tash fjala teravih. Që do thonë fjala teravih? Kjo rrjedh nga fjala arabe raha, yarihu. Ka folja raha, që do thotë e përdorim edhe në gjuhën shqipe, thojmë më bë rahat. E teravia është më bë rahat. Apo thjesht pushim, me pushu njeriu. E pse ka marrë këtë pushim, kuptimin e fjalës pushim, këtë e kanë thujtë se sahabët kur janë falë, tash çdo 4 rekat apo ka disa transmetime në çdo 2 rekat janë ul, kanë pushu një periudhë, një interval bëgjësi gjatë pak. Pse kanë pushu? Nga se janë lodhë dhe u falë. Ato nuk e kanë falë sikur ne teravijën që falim shpejt, po janë falë ngadal edhe janë lodhë pak në kom, edhe kanë nejtë ullur disa minuta në interval që me pushuën kjo. Edhe këtë namaz ato e kanë quajtur namaz i teravive. Për atë ka marrë fjalën teravi, do të thonë namaz i pushimit. Në të njeriu pushon. Shumë e qartë ishte domethënë kuptimi i fjalës teravi. Atëherë si falet teravia? Kur pyetja tash si falet, mundet këtu me pas dy kuptime. Një kuptim do thotë si falet sipas rregullorës, edhe tjetra sipas adabave. E përdorim na po them adab se kjo është terminologji islame, dikush mundet me thonë që arabisht po thot adabe, nuk po thot edukata. Kjo është një terminologji islame ne e përdorim sipas edukatës edhe sipas dispozitës. E tash, rregulli i teravive sipas dispozitave sikur çdo namaz tjetër nafile. Fillon me tekbir, e lexohet subhanak Allahume, nohet sura Fatiha, sure e kështu me radhë, sikur çdo namaz. Mirë po, ajo çka duhet më kon pak më të kujdesshëm për namazin e teravive, se kur të niset njeriu me shku në xhami, me fal namazin e teravis, duhet me shku kadale, duke hec. Muhamedi alayhis salam ka thonë kur shkoni për namaz, shkoni e ka përdorur në hadith bil uiqar. Ka uiqar me shku i qetë, ngadal. Pse me shku ngadal i qetë? Me shku, me ul edhe me prit namazin e teravive,
që kje mu ballafaqu me kanë, kje mu ballafaqu me krijuesin tanë, me Allahun e Madhreshëm. Tash të morim një shembull pak. Kur më keni thirrë ju mu këto në këtë emision, unë u dash me ardhë pak më herët, e u dash me ul pak, me pushu, me u qetësuen, për çka? Se nuk jam duke bo mohabet tash vetëm se me juve si gazetar, po kjo është medium, e përcjellin shumë njerëz, e përcjellin njerëz intelektual, varet kush me çfarësinë e shef, dikush me nijet mirë ndëgjon, dikush me nijet keq, ka ndoshta edhe njerëz të cilët nuk janë musliman, po kanë dëshirë me pas njohuri mbi Islamin edhe e dëgjojnë emisionin. E për këtë anë çka po duhet me bë? Po duhet me u përgatit. Po duhet me u vesh, me shqua, kam xhibën mira, kam shallin mira, a jam rregull, edhe me dal para mediumëve. E tash, ti me dal para Allahut, edhe po don duke vrapu, edhe shpejt, shkele shko, nuk është në rregull kjo punë. Tash të na është shumë mirë në namaz të taravive, kallëzohet ders, ligjërata mbahen. Para taravive. Për çka e kanë praktikuar këtë anë? Ka shku menja dëni herë, pse kanë praktikuar xhallat para taravive? E kanë praktikuar se njerëzit vinë në xhami, dikush din me lezu Kur'an, dikush nuk din me lezu Kur'an. Ai që din me lezu Kur'an, e merr Kur'anin, lexon, ban dhikr. Pa ai që din me lezu Kur'an, tash duhet ta marrë telefonin, duhet me nejt në Facebook. Apo ai tjetri ban muhabet me atë. Për çat pjesë për me u përgatit shpirtërisht për me u fal namaz edhe me dal para krijuesit tan, o xhallarët gjithmonë kanë marrë në një ders, në ligjërat, duke kallëzuar disa rregulla për namazit, agjerimit e kështu me radhë. Edhe pse tash po e shoh, a di, unë pak disa kolegëve të mi po azon për të madhe, e kanë largu këtë ligjëratën para taravia, se atë se shumë po bëhet edhe në ikindi edhe në taravi. Kjo për mendimin tim nuk duhet më u largu, nga se ha pak një përgatitje shpirtërore, njeriu me him o koncentru në namaz me fal një namaz të taravis. Edhe me fillu me fal namazën e taravis, jeshe i përgatitëm. Hoxhë, kemi të taravia, të vlera e taravis, do shta pak me ndërhin këto. Namazit fars, dallimi mes namazit fars edhe taravis, se dikush namazin në drekësit se ka fal. Nësë po them që pse mëse falë këtë e ki falë të ravina, ama farzi ka dalim, apo jo? Jo, farzi, qëka është farzi? Definicioni i farzit. Nëse e vepron, shpërblehesh, nëse e len, dënohesh. Suneti qëka është? Nëse e vepron, shpërblehesh, nëse nuk e vepron, nuk dënohesh. Kjo është definicionet janë i farzit edhe sunetit. Përparësien duhet me pas farzi një herë. Farzi, pastaj duhet me thonë përparësi edhe taravijes. Mirë po, jo, hajde se qenë ka sunet edhe po e lom taravijen. Po e lom taravijen, s'po falim taravija. Pa jo e cila karakterizon Ramazanin, që jep frim Ramazanit, agjerimi po, agjerimi është farz. Amo taravija jep frimën e agjerimit Ramazanit, madhron Ramazanin edhe fmit, qefin më të madhe kanë se në taravija do shkojnë mu falë. Pra shka këtë pëse është sunet, po nuk duhet me lonë monësh, le se qenë ka sunet kjo. Po farzi duhet këtë përparsi. Farzi nuk diskutohet. Diskutohet e farzi. A është pa tjetër mu falë taravija hoxhë në xhami, me xhamat, apo edhe në shtëpi mundet mu falë? Esenca kur ka fillu me falë taravija, ka qenë xhami. Resulullahi i ka thirë sahabët, natën e parë të Ramazanit, duke fillu Ramazanit, hajde ta falim që këtë namaz taravive, edhe ati e kanë qujtë taravi. E kanë falë. 2 të natë, 3 të natë, tash transmitime, thojnë, dikun 6 të natë, dikun 7, dikun 3, pas ta janë dalë Resulullahi. Pse janë dalë? Ka ndarë sahabët, s'ka dalë Resulullahi me o falë, edhe kanë shku të shpia. E kanë pyjtë, pse se erdhe? Tha, u frigova se po ju bëhat farz juve. Nga friga se po ju bëhat farz, edhe du të angazhoni pak ma shumë. E tash, do me thonë, nga kjo kuptohemi se esenca qenë ka me xhamat, kur ka filluan. Por, është namaz i cili mundet më falë edhe vetë, edhe të shpija e falë, por duhet me ditë një gjonë se shpërblimi ati namazit që ka falë me xhamat, për namazit tjetër, është për 27 shkallë ma i lartë, edhe ma i mirë. Lejna është ma e madhe. Po. Atëherë që një pyetje pak kështu ma direkt. Çka fiton falësi i taravis? Me këtë dim, për shembull, shkon
Prej të parës natë Ramazanit deri një natë para Bajramit falët. Tash, çka fiton falësi, me s'po folim, se me dash tash me fillu me filozofu, pak se këtë fiton, atë fiton, po na do të përqendrohemi pak çka na ka mësuar Resulullah pi falësit të namazit taravive. Është një hadith i cili shumë shpjegojnë hoxhallar shumë herë në Ramazan, thot men qama Ramadane imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kush falet në Ramazan me besim të plot, edhe duke kërku shpërblimin e Zotit, do t'i falin atij mëkatet. Tash kur e ndëgjon dikush këtë hadis, thot ç'është ai bën çka mos, edhe për falkën i travi edhe për falkën mëkateta, apo kur kthehen pi haxhi, kur e shpjegojnë hoxhallarët hadisin se kush kthehet pi haxhi pa bën një mëkat diçka atje, atij do t'i falen mëkatet. Po, shpesh ka si komente. Ka komente të ndryshme. Këtu duhet të jemi të qartë në këtë punë. Falen mëkatet të cilat i kije me Zotin. Raportet njeri me Zotin i rregullon me Zotin, kurse njeriu me njeri raportet i rregullon vetë. E si i rregullon? Me Zotin i rregullon raportet duke bën adhurim, duke bën një punë të mirë. Allahu ka thënë innal hasanati yudhibna sayyi'at. Veprat e mira i shlin veprat e këqija. Do thot njeriu sa herë që e bën një mëkat, e bën një gjuna, e non një minus. E bën një mëkat, e non një minus. E bën një mëkat, e non një minus. E bën një mëkat, e non një minus. E tash, çka më i bën këtyn me minuseve? Duhesh ta bësh një vepër të mirë. Aty minuset janë një plus. E bën një vepër të mirë, e non një plus. E bën një vepër të mirë, e non një plus. Kjo është raportin me Zotin që e kije për me rregulluar. Po me njerëzit? E jo. Kjo s'ka të bëjë me njerëzit. Me njerëzit që i ki hinër hak dikuj, i ki bon pa drejtësi, e ki shat dikan, e ki fyt dikan, e ki hongër pasurien dikuj, e ki shpionu dikan, i ki bon dam dikujna. Kejt këto duhesh me lip halallëk njeriut. Pra të shkak edhe kur e varrosim dikan, mëse e varrosim, qohemi na të varrezët, apo kur ja falim xhenazën sa herë, çka thojmë, o xhamat, apo ja bani këtij halal. Pse më ja bën halal? Mos shkoje me barrën e dikujt tjetër. Resulullahi kur e ka mbajt hudbën e lamtomirës në haxhin e funit në ditën e Arafatit, mes këshillëve që u ka dhënë sahabeve, çka ka thonë? Ka thonë, nëse dikush dikuj i ka dhënë një hak, e që ktheje prej tash. Pse? Ditën e Kiametit, atij që i ki bën pa drejtësi, ka me t'i marrë veprat e mira tuat. Njëri e pyeti tha, ja Rasulullah, po s'kam në veprat mira, çka ka me marrë? Tha, veprat e ligat e tij kanë me t'u ngarku tije. E pra shkak me njeriu që ka kia raportin, duhesh me rregullu me njeriu. Me ja kthi hakun prej kësaj ndonjë atij se të cilët e ke hinë në hak. Kurse taravia bën pjesë në ato veprat e mira që ka në raport me Zotin. Edhe tjetër është se Allahu në një hadith kutsi ka thonë, robi im vazhdon duke u afruar nga unë me nafile, me adhurime vullnetare, derisa une ta duate. Do thot tjetra që fitojnë prej taravive është se edhe afrohesh tek Zoti, edhe mos shkak që Zoti me të dashti. Kur të don Zoti ti, ka më mirë. Ka më mirë se shpërblimin e dim janë të mëdha tek Allahu. Po ekziston lodhja, pak pi dembelis, pak pi lodhja gjatë namazit të ravis. Tash apo e bajnë një krahësim. Tash se fjala taravih, do me thonë pushim, prej kuj, po flasmi për në Ballkan. prej lodhjes. Do thot është pauzë. Çdo lodhje çka e bën njeriu për Zotin, ajo paguhet. Absolutisht. Një herë me një kamarer, me një lokal, edhe po e piti, sa e ke rrogën? Hala ishte kjo periudha para se me fillu me dal jashtë rinia, ishe rroga shumë të vogla. Tha unë e kam 300 dinar, tha, ditën. 5 euro. 10 orë punojnë ditë. 300 dinar, 5 euro. Ama dhe 2 euro rruga prej fshatit që ka vinë këti. Sa po jesë në ditë 3 euro. Për 3 euro në ditë, 10 orë në kom mi fitu 3 euro.
mi fitu 3 euro, nevoja e dunjohës për lip që me nejtë në kom ati pronarit 10 orë në ditë. E tash, logaritët ti me fitu gjenetin, sa dush me nejtë në kom. Ja vlen Pa në krahasimi tash. A tjetri ka punuan në një firmë, ka bajt ndoshta beton, tulla, ku e di shka, për 500 dinar, për 10 euro, 8 euro, 7 euro, 10 euro ditën, gjithë ditën ka shku i lodh të shtëpia, i raskapitëm, vetëm 10 euro me shku në aksham të shtëpia. Llogaritë tash me fitu xhenetin. E sa ka? Sa me të dhonë, thot, a i ma pak që do të more vend në xhenet, sa qejt edhe toka sa ka vend, a i që ka do të fitoj ma pak në xhenet, pa i ma shumë. E tash njeri duhet me llogaritë se në ditë kena me dalë për Allahut 50.000 vite, kena me nejtë në kom për me dhonë llogari. Do të jetë një nxehtësi e madhe, do të jenë ato 7 grupe që do të rrinë në hijen e arshit të Allahut, ashtu nuk do t'i kape ato. Kush do të jetë? Thot rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, një njeri i cili ju ka lidhë zemra me xhamin, ai i cili ju ka lidhë zemra me xhamin, ai nuk e llogarit se sa lodhet. Kush e llogarit ai që ka lodhe taravin? E llogarit lodhe ai i cili nuk e nin shijen e namazit. Se ajo ka knatësi në taravia. Taravia të falësh 1 orë, 2 orë, 3 orë të falësh taravit, kjo ka knatësi. Amo çdo njoni nuk e nin atë shije. Pse? E ka një problem mrenda që nuk ja dallon shijen e mirë edhe shijen e keqe. Pra lodheja e taravijës është një shpërblim që nesër do ta fitojmë tek Allahu i Madhërisht. Shumë pëlqej kjo, se do të thonë ti kur të hish me një jetë për Allah, për fitim, për xhenet, nuk e ndjen lodhjen, e kupton, se e ndjen atë kënaqësinë e shpërblimit që kemi përjetuar në xhenet. E kupton. A nëse heti me men ta sosin 23 qoftë dhe të shkojnë në çajtore të pi kafe, normal që vën lodhja, e kupton. Na e kena edhe praktikën të ne me bujqësi, kur janë marrë njerëzit, baballarët tanë, ato këtë, kur kanë punu verës në fush, ato kur s'kan pas orar gjumi, kur orar ushtimi, kur orar punës s'kan pas. Kresore aj me kri punën, pse ka dash me pushu stinën e dimnit. Edhe tash edhe besimtarin, nuk e shiqon Ramazani, a kana nxehtë, a kana ftoft, a kana dita e gjatë, a dita e shkurt. Për besimtarin këto gjana nuk vlejnë shumë, atë i cilin është imanli edhe besimtari mirë. Në namaz taravijës të jemi real, humbe dhe koncentrimi shpesh. Si e kështë komentu këtë? Humbja e koncentrimit gjatë namazit taravijës. Koncentrimi hub kur nuk i e vetë i pregaditëm për me falë taravijën. Atë më herët që ka tharë se si duhet me shku në taravi, me nejtë më herët, me bon dhekër, me përmen Zotin, me ngu dhe një ligjerat nëse ka, që të pregaditës shpirtnisht për me falë taravijën. Se e lip taravija qatë pregaditje ma shumë se namazet tjera? Namazet tjera janë shumë shkurt. Kemi falë akshamin, e falë për disa minuta. Falë namazin e akshamit se shkurt, koncentrohesh. Taravija, duke qenë gjatë, është atëherë shumë është normale që të humbe dhe një herë koncentrimi i taravijës. Mirë po, Imam Ahmedi thot se do të vene një kohë njerëzit do të falen, a në realitet ato nuk falen. Frigona mësash kjo kohë hanet e cilën përjetojmë i tash. Do thot, kur njerëzit falen, pa koncentrim, pa unal, Abdullah ibn Omeri thot, njeriu mundet ju shibu fil islam, thinjat, do me thonë plakët, e ka pas qëllimin, e kalon jetën në islam, e kalon duke u falë, po amo asë një reqatë se ka plotësuan. Se ka plotësuan asë një reqatë. Se ka plotësuan? Se ka plotësuan asë një reqatë se asë sejën, asë rukujnë, e këtë e ka bo shkel e shko edhe me të gutme. Në hadith Muhammed a.s. thotë, njeri ma i keqa a i cili vjedh nga namazit i ti. E pyetën, si vjedh njeri ju për namazit të ti, tha, rukujnë se ban, taman, sejën, taman, shkel e shko edhe nuk e ka asë koncentrimi namaz. Ta është shumë interesant se ta është travjet po falen më nga dalë. është përmisuar. Më një kohë kër u falshin shpejt, edhe kër e lexojshin surën e ra'ejta alladhi, me siguri e din edhe përmend që edhe ti, çka thot një ajet pak më poshtë, thot fawailun lil musallin, mirë për ata të cilët falen.
alladhina hum an salatihim sahun. Ata të cilët nuk janë të kujdesshëm në namazin e tyre. Mirë po, këta lexojnë kështu shpejt. As-salatihim sahun shpejt. Edhe e lexon, edhe e ban shpejt. A vetë po thu që nuk duhet më falë në atë formë, a vetë falësh në atë formë. Do thotë, faktikisht i e duke lexuar diçka Kur'an, çka është ajo kundra teje. Pra koncentrimi, si ka thonë njëri prej selefëve. Çfarë paradoksi ozë? Po, paradoks për vetën. Ti vetë të citu ajetin kuranor që mirë për ata që falën, e nuk falën që duhet, duke e thonë ata e thëtë shpejt. Në realitet, shkojnë shpejt, berë 13 minuta, 14 minuta, 15 minuta, 16 minuta, 20 rekat taravija. Çka të dush mundesh me qujtë këtë, vetëm namaz nuk quhet kjo. Çka të dush thuj? Mundesh më falë ka shi njerëzve, mundesh më falë hajtë takrime vetëm se obligimin kjo. Ka thonë njëri nga selefët, tash së më kujtohet e emri i cilit ka thonë, njeri për namazit merë veç sa është me men ati namaz. Ajo tjetra thot nuk ka namaz për atë tjetrën pjesë. Allah i në boftë. Në përmisoft, inshallah. Gjithë në dhe neve. Amin. Lutjet gjatë namazit taravisos. Kër jemi në sejtë dhe mund të lutemi shqip për shembol, në gjuhën që e duhem, atë gjuhën e nanës faktikisht. Atë gjuhë që e menon, atë gjuhë, apëton pa kompliku, o zot, kam nevoj për... Se shket kemi dherë të halë. Sejdja është fars, apo rokën të themi, është pjesë e namazit. Po e lave sejdën, nuk e namaz. As me seve sejdja nuk plotësohet, vetëm se me përsëritjet namazit. Dhe thot, është fars. Lutja në sejdë është sunet. Ka hapësirë më lut njeri edhe ma gjatë. Sa të dush mundesh me nejtë. Po Muhamedi alayhis salam thotë se njeriu është më afër Allahut kur është në sejdë. Kur është në sejdë është më afër Allahut. E tash, kur je më afër Allahut, atje e ke shansën për më lut. Allahu lutjet e tua i pranon pa më parasysh se ku je. Ama atje i je edhe më afër. Tash, është sunet më lut. Edhe sunet është që më lut në to që ka ka mësu në për hadithe Resulullahi, janë disa lutje, janë për tash të s'kena kota është përmend ato, janë disa lutje që ka më së miri ato mi lexu kur është njeriu në sejdë. Por është e lejume edhe ka hapësirë edhe të bëjë lutje njeriu të cilët i ka brengat e veta. Edhe lutja bëhet edhe mas namazit, mas i tipët selam, jap selam, edhe ban lutje të cilët ti kje nevoj. Nuk prit imamit të bëjë lutjen, apo dikush bëjë lutje për ti, por ti ban lutje për dertët e tua. Ti qka kje dert? Unë baj lutje për dertët e mija, a i ban lutje për dertët e veta, se nuk i kanë dertët e njëjta këtë njerëzit. Që cili ka dertët e veta? Dikush ka sirë, dikush varfari, dikush smuje. Dikush smuje, dikush pasoni nuk ka, dikush ka diçka tjetër, seher, kejt. Ato punë bëhen ku në sejdë. Veni, ati kur bish në sejdë, ati do t'i lutër Zotit. Mundesh me lutën edhe në gjuhën tane. Por, aty i bojmë në 2 sejdë. Ka shkumenja dhe ne pse i bojmë 2 sejdë? Edin? Jo. E të parën sejdë, dëshmon se minha khalaqnakum. Allahu ka thonë, prej tokë ju kena krijuar. Dytën sejdë, wa fiha nu'idukum. Edhe prap tokën e me ju kthien. Ti kur bën sejdë e madhron Allahun. Do thotë nuk i përkula kur tjetër pos Allahut. E ki dëshmu atëherë me vërtet se ti je i sinqert ndaj Allahut, edhe lutja më së miri më pranu aty kur je në sejdë. Tash, unë du me u punësu dikun. Edhe drejtori i agjencionit për punësim, ja baj një telefon, a ka be do një vend pune? Dhollaj takshili me kina një vend dikun, apo ja shkuj një letër, ja qoj atje, po takshili me konsultoj, me qesim këshill, po mirë, nëse shkoj une edhe i fut në nëzire, i fut në rejtë edhe hu nëzire, jam zorë më duhet punë mu. Kur ta shofe aj se jam serios në këtë punë, ban çka ban, funit e qëtë dikan nga puna ka me qëtin punë. Se thot, hi që nga kam ngullës në këta, duhet me akri këti punën.
tash edhe luqja është në seshte, edhe jashtë seshtes, na këtë bojmë luqje. Edhe në kerë duke vozit bojmë luqje, edhe në punë ku i e ban luqje, ban t'i konosët, më soma këtë, më soma atë. Amo kur i e në seshte, ki të regu Allahut, nuk njofën e Zot tjetër, po s'te ti e jam njofë atë, edhe është momentit që Allahu atë me ta pranu luqjen tane. Inshallah, Allah inshallah në i pranë. Hoqë, normal, namazi i vitrit, kjo pasit kryet teravia ketë, përmbyllet me namazin e vitrit. Namazi i vitrit është namaz vitr, që do thot tek. Tek, po. E pse i thoj namaz tek? Namazi i natës edhe namazi i teravive, këto falen nga 2 rekate. Di. Që ka thonë Resulullahi? Ka thonë nëse frigohësh se po e falë, po zënë sabahu, atëherë do të falësh tek. Do të falësh 1 rekat. E tash neve nuk në ndodh ajo letë se ne nuk falimi edhe nuk kina kondicion më falë gjithë natën, sikur që kanë falë sahabët, po na tregojmë si janë falë ato që bare s'paku që jemi në rrugën e tyre. Nuk e kena atë kondicione atyre. A i ka thonë, e falin 1 rekat më të funit, që mos qëzojnë sabaj me qift. Pra duhet tek më falë namazi i vitrit. Ajo falet kur ti krish kejt nafilet të cilët i kije natën. Edhe ti, nëse mendon mas namazit teravive, prap me vazhduan, me falë nafile namaz, mas i të kthesh për xhamia të shtëpia, vitrin do ta lish më në fund. I ka thonë, Resulullah e ka pyet Ebu Bekrin. I ka thonë, kur e falë ti vitrin? Ka thonë, une në fund natës, qona, para sabajt e fali vitrin. E ka pyet Omeri radiallahu anhu. Kur e falë ti vitrin? Ka thonë, une e fali vitrin në fillim të natës, se nuk i besoj vetës, se mundet me mëzon gjumi, me hiko e sabajt edhe me më ik vitrin. Ka thonë Ebu Bekri, ti e ki morë me emanet, a ti e ki morë me fuqi. Ebu Bekri, ti e ki morë me emanet, ti e ki morë me fuqi. Do thot, edhe ai e ka pas mirë, që ka falë fillim të natës, edhe ai që e falë para sabahut, e ka pas me vend. Përgjigje shumë e tash, qka është hukmi, apo dispozita e saj? Të djetarët, disa kanë thonë është vajib, disa kanë thonë është sunet. Namazi i vitrit. Pse thojnë ato vajib? Resulullahi asë njëherë nuk e kalon këtë. Asë në rrugë nuk e kalon. Asë në rrugë kur ka qenë, se në rrugë suneti nuk falet, farzi shkurtohet, ama vitrin e ka falë. Këta qërtë, pse thojnë është sunet, apo sunet i fort? Të thojnë se, së kur ti themi edhe ati vajib, a i pëhin rangin e farzëve, e 5 kohët namazit, a në për hadise, për menët se 5 vakte janë obligim për njerit. Atëherë për duhet me thonë 6 namazë janë në ditë. Për mësë me thonë 6 namazë, ka thonë është sunet i fort. Njerëzit kanë herë po kundërshtojnë këtë, pse po thoni sunet a janë vajib. Kur themi sunet, nuk themi që duhet me lanë vitrin. Në mërim, bojmë dalim. Në praktik, nuk bojmë dalim. Kjo nuk duhet të lijet. Edhe pse nëse, edhe ti thu, valla, une ma mirë për i thomë vajib. Une po i thomë sunet. Si të dush quje, me lanë mëse le vitrin. Kjo është qëllimi i vitrit, e jashtë kësaj e ka edhe një da vitri atër, do thonë, po e mbil për fund, për sante, i dhash fund, edhe qka, e bojmë doa në kunutit. Doa e kunutit është qelë, ban doa qka dush se në hadis ka ardhë, se Allahu në pjesën e 3 natës zbret, edhe lypër i robëve të ti, a ka dikush dhe një luqje, a ka i pritë luqjet e besimtarve në atë moment, edhe kjo është, kjo të themi, kjo kodit, apo kjo dispozit, që më në fund të falim edhe të bojmë doan e kunutit, që me bo luqje të cilët me dhonë për fund. Kur është pjesë e 3 e natës? Shumë e pysin këtë pyetje. Si? Pjesë e 3 e natës, kur është? Kur zbret Allahu? Po. Daja nata, pikur koha e jacijës, deri kohën e sabajt. Në 3 pjesë daja, që ajo pjesë e natës? Pjesë e fundit? Pjesë e fundit, pjesë e 3 e fundit natës. Të rogë jemi ka fundi emisionit një këshill për ata që debatojnë rreth rekateve, jo 8, jo 20, debatuesit.
debat, këtë debat, apo edhe të djetarë të batë vjetër, edhe do qetë debati, do të vazhdojë, bas transmitimeve, kur si e kupton këtë, se taravijet Resulullahi i ka falë 8 reqate. Me gjithë vetër 11 reqate, si mas transmitimeve të Aishës radiallahu anha. Omeri radiallahu anhu, kur ka qenë khalife, kur i ka falë 20 reqate, ka thonë, nuk ka keshko, ni'met il bid'a hadhi, nuk ka keshko pëse falim 20 reqate. E tash, edhe veprën e sahabave na e marim parasysh. Mirë po kjo është, në funit është nafile, është vullnetar. Kjo nuk qështë shumë pesh. Ne nuk duhet me bon debat për sasien e reqateve, po duhet me bon debat për cilësien e reqateve. Se Omeri radiallahu anhu i kanë falë 20 reqate, po i kanë falë pak ma shkurt. Këto i kanë falë 8 reqate, i kanë falë pak ma gjatë. Koha ka qenë e ne. A ne edhe i falim 20 reqate, edhe ato i falim shumë shkurt. Apa i cili i falë 8 reqate, i falë shumë shkurt. Pa i cili i falë 8 reqate, le të rrije me imamin, se thot Muhamedi a.s. kush e fillon namazin me imamin, edhe rrit deri në fund, deri sa të krijet namazi. Thot i shkruhet ati si dukur me u pas falë gjithë natën. Pra ma mira është me nejt deri sa namazi, falën 20 reqate, rrit deri në fund, e falë namazin e taravive deri në fund, se të shkruhet se vapi si me pas falë tër natën. Ne duhet me bo, apetet debati duhet cilësia se tjetë, jo sasia. Pëlqej kjo hadithi shumë, dhe me thonë, kush e falë namazin e taraviz deri në fund, a pa ma parasysh a shkurt imami a gjata e ban taravin, shpërblimin e ke, sigur mu falë deri në sabah. Deri në sabah. Alhamdulillah. Hoxhë, pa dëshim që ditën e të gjykimit falë si taraviz ka me ardhë me shumë shpërblimin. Dhe me thonë edhe kjo është... Shpërblime, sukur që ka ardhë në disa transmitime se... është ma mirë që ai që se ka falë, apo? Ma mirë se ai që se ka falë, shkurt. Kjo është, ma mirë se ai që se ka falë. Atër Allah që shpërblej të është për pjesëmarrje në emisionin tonë Mërfrim, podcastin tonë Mërfrim, edicioni special për muajin e Ramazanit. Allahu i shpërblefte edhe juve, të cilët na banat ftesën me ardhë këtu në këtë emision. Allah i rritë. Ky pra ishte emisioni i radhës, shifemi nesër me misafirin e radhës. Allah i shpërblefte që gustin dhe mërë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زجاهو si firi kopret زجاهو a do mbereqet Falu, namazi është drit Falu, me zemër e shpit Falu, namazi është drit